Kosovo, formacja Çebar. Ashtu si edhe në shumë sporte e disiplina sportive, Kosova tashmë theu akullin e paraqitjes në gara zyrtare ndërkombëtare, edhe në streetball. Ekipi dyfisht kampion aktual i Kosovës, Çebar, përfaqësoi Kosovën në njërin prej turneve më cilësore në streetballin evropian aktualisht, në Bukuresht Challenger. 16 ekipe, 12 prej cilave përfaqësojnë shtete të ndryshme evropiane dhe 4 nga ato janë nga Rumania, do të jenë pjesë të edicionit të tretë të turneut të streetballit të Bukuresht Challenger, që është një prej turneve të licencuar në mënyrë zyrtare nga FIFA. Por herë të parë pjesë e këtij turneu do të jetë edhe ekipi që përfaqëson Kosovën, është ekipi Çebar, kampioni i dyfisht aktual i streetballit të Kosovës, që në Bukuresht ka udhëtuar së bashku në shoqërinë e anëtarëve të shtetës së streetball të Kosovës dhe përbëhet nga Ismet Berati, Fikret Shatri, Fisnik Juniku dhe Enver Dili. Përveç Kosovës, në këtë turne botën shqiptare përfaqëson edhe ekipi i Shqipërisë, që do të ketë në fakt edhe të bëjë impakt edhe hapje në turneut, duke u ballafaqësuar me skuadrën e reprezentacionit të Rumanisë me trikolori. Do të presojmë në një paraqitje të mirë të dyja ekipeve, si asaj të Shqipërisë ashtu edhe ekipit të Kosovës. Duke pas parasysh faktin që kjo ishte paraqitja e parë në një garë të nivelit të tillë, kryetari i shoqatës së Streetball Kosova, Agon Pehmiu, e vlerësoi si shumë të rëndësishme paraqitjen në një garë të nivelit evropian. Pehmiu tha se Kosova ka përfituar shumë pjesëmarrje në këtë turne, sidomos sa i përket mënyrës së organizimit të një gare të nivelit të lartë. Është një përvojë jashtëzakonisht e madhe. Arsyeja pse kemi ardhur këtu nuk ishte vetëm pjesëmarrja e ekipit Çebar, pra thyrja asaj barierës izolimit të streetballit kosovar, po për neve ka qenë shumë e rëndësishme si shoqatë e streetballit e Kosovës, si pjesë e Federatës Basketbollit dhe FIBA-s që t'i marrim përvojat nga këtu. Po them, është një udhtim shumë i dobishëm për ne, sepse na pret një punë shumë e madhe kur të kthehemi në Kosovë. Arsyet janë të shumta. Ka qenë një vizitë jashtëzakonisht e dobishme, dhe tash mbetet që t'i nxjerrim mësimet. Në thënë, po flas për atë aspektin organizativ të shoqatës së streetballit Kosovës, vendosjen e rregullorave të reja, propozicioneve të reja të garave, në mënyrë që vitin ardhshëm, pra të kemi zhvillim të lojës, zhvillim të turneve në vit të njëjtë, pra në nivel të njëjtë sikurse me Bukuresht Challenger. Veç edhe një po du me shtu këto, besoni, me atë agresivitetin të cilën e kom pa këtu, si kur të zhvillohi në Kosovë, cilën do qytet, në Kosovë, unë të utna që aty kish pas viktima. Pra, duhet që ti edukojmë lojtarët e basketit 3x3, po thëmë, streetballit, që luhet lojë më agresive, ajo që më ka fascinu është disiplina e lojtarëve. Ka pas aq faulla të rënë, aq faulla të vrasht, në dhe thona e kalon atë kufinin e agresivitetit, kalon në vrashtësi, thjesht, bile boni hajgare dhe ky, se bisedova pak me atë Adrian Popun, tha, po ka njëherë tha dhe mu po mdoket që është lojë basketbollit e përzimit me K1, do dhe thot pak me karate dhe me sporte marciale, mirë po është lojë të cilën FIBA 3x3 dëshiron të implementoj edhe të zhvilloj si një lojë pak ma dinamike, ma burnore, ma fizike, që të dalloj nga basketbolli 5x5, prapë po e thamë atë. Nëse dëshirojmë me majtë hapin me Evropën edhe me botën atërë, dhe na duhet të bëjmë pjesë e kësaj, edhe duhet me punu për mi bëjë këtë ndryshim. Si vjetë ekipi Çebar ka fitu përvojë jashtëzakonisht madhe, i ka hup 3 ndeshje, s'ka lidhje, absolutisht nuk ka lidhje. Mirë po ka fitu përvojë shumë të madhe. Unë e thëmë çdo shkollë paguhet, ata e kam pagu me 3 humbje, mirë po kam fitu shumë a tepër. Edhe ta shpres për tyne, për secilit për këtyre lojtarëve që atë përvojën e vetë edhe t'ja transmetojnë lojtarëve të tjerë të streetballit në Kosovë. Gjithsesi unë e falenderoj Radio Televizionin Istenit që ka qenë këtu me neve, edhe përmes xhirimeve dhe pamjeve të edhe kameramanit tonë Besnik Dedincës, edhe punës tonë kanë me pa se çka ka ndodhur këtu. Edhe do t'i shohin edhe ato ndryshimet. Është mirë me vërtet që t'i marrim, t'i analizojmë të gjitha këto dhe në fund të nxjerrim atë që është më së miri e më praktike për t'i bërë ndryshimet mos të domosdoshme. Unë dëshiroj të falenderoj Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Republikës së Kosovës, e cila ka përkrahur këtë udhtim tonë, na ka ndihmuar shumë, si dhe Lima Kosovën, sponsorë general të edicionit të 15 jubilar të streetballit kosovar, të cilët na kanë ndihmuar që të vim këtu, të shohim këto gjëra dhe
Unë po thëmë prej 26-27 korrikut 2014 të hapim një dritare të re për zhvillimin e lojës së streetballit në Kosovë. Kosova në turneun Bucharest Challenger ishte pjesë e grupit D, së bashku me njërën prej 4 skuadrave rumune, me Rahovas Finest, pastaj me skuadrën që përfaqësonte Spanjën dhe atë të Gjeorgjisë. Në të trija këto ballafaqime Kosova pësoi humbje, ndonse niveli i lojës sa vend të duke u përmirësuar. Mirë po ndryshimet në rregulla, loja shumë fizike dhe mungesa e përvojës ndërkombëtare u cilësuan si problemet kryesore të paraqitjes së Kosovës në këtë turne. Në takimin e parë kundër skuadrës vendase Rahovas Finest, Kosova nuk ishte as pak kundërshtar i barabartë me rumunët dhe Rahova me lojë jashtëzakonisht më të mirë arriti fitore me rezultat bindës 21-8. Pas ndeshjes me Rahovas Finest, skuadra Qebar që përfaqësonte Kosovën, në takimin e dytë u përballën me skuadrën spanjolle. Në këtë ballafaqim ekipi i Kosovës tregoi lojë shumë të pjekur, më të fortë fizikisht dhe dukshëm më cilësore se në ballafaqimin paraprak. Por përkundër angazhimit maksimal dhe faktit që lojtarët nuk u kursyen as pak, Kosova prapse prak nuk arriti fitore dhe ekipi spanjoll në fund fitoi me rezultat 18-14. Pas dy humbjesh, Kosova praktikisht u eliminua që në fazën e grupeve, megjithatë u paraqit në mënyrë solide edhe në takimin e tretë përballë Gjeorgjisë. Në këtë ballafaqim, Kosova u tregua rival i barabartë që nga fillimi i takimit, madje në finishin e saj për një kohë të shkurtër ishte edhe në përsi. Mirë po ekipi nga Gjeorgjia në sajt e shënimeve për 2 pikë, ktheu rezultatin në favorin e vet dhe në fund fitoi me rezultat 13-10, duke shfrytzuar edhe mungesën e përqendrimit të ekipit Qebar në momentin vendimtare në finish. Përkundër trihumbjeve, lojtarët e Kosovës vlerësuan se paraqitja në një garë të nivelit të tillë ishte mjaft e rëndësishme për ta në aspektin personal dhe për streetballin e Kosovës në përgjithësi, ndonse ata nuk u pajtuan as pak me rezultatet dhe ishin të bindur se mund të bënin më shumë. Derisa humbesh, adin e letë është më gjetë arsye kjo se ajo. Definitivisht kur humbet ndeshja nuk ka arsye që kemi humbë këtë ndeshje, po është evident fakti që gjitha ekipet me të cilat jemi përballë fizikisht kanë qenë ekstrem më të përgatitura. Pastaj është faktori top që është shumë i vogël, faktori fush, faktori kosh, gjitha, po humbsat çdo herë mundojmë të gjetë arsye. Arsyeja kemi qenë ne, sepse ndoshta nuk kemi qenë përgatitur në atë nivelin e dëshiruar, por sido që tjetë është një përvojë e mirë dhe lojën e parë ne ishim që të humbur me rregulla të reja, me gjëra të cilat si kemi njoftë dhe një lojë brutale. Ktu do thotë në 2 ndeshjet e fundit që i lojtëm edhe ne goditëm sa mundëm kundërshtarin, ashtu që na goditën ata ne, po sido që tjetë është një përvojë e mirë dhe është mirë që kemi ardhur dhe është një diçka që derisa që kemi pa. Po si që edhe ti, në dy lojët e fundit e përmirësuar pak për shtypjen, domethënë lojës së parë. Loja e parë ka qenë jashtëzakonisht e dobët nga ana jonë. Mirë po, eksperienca ka qenë e mirë. Ekipet, si që e patë edhe jo, kanë qenë shumë të forta, domethënë ekipet që përgatiten gjithë vitin edhe ekipet që shkojnë turnamente ndryshme, domethënë mos në Lozan, në Ljubljana, domethënë qytetet ndryshme domethënë të Evropës. Edhe kanë ardhur domethënë edhe këto. E pam që në shumicën e ekipeve domethënë janë përgjithësi lojtarë të aktiv që luajnë domethënë në ligë të Rumanisë, në liga tjera, po ndoshta me një përgatitje pak më të mirë edhe ndoshta me ndamjen e përgjegjësive domethënë në ekip pak më ndryshe. Duhet me ditë kur çka bën ekip. Do të thotë përveç zërave tjera të ne nuk ka funksionuar mirë edhe ndalja e përgjegjësive brenda lojtarëve. Mendoj që nuk është turnament që do të me ardhur këtu edhe mushit se kërkosh për neve nuk ka ardhur me bë transfer këtu, edhe më tregu dikoj na që do me luaj basketboll. Kjo ka qenë me ardhur edhe me prezantuar domethënë Kosovën vetveten, domethënë ashtu si duhet, sidomos lojën e fundit u bë që ajo nuk ndodhi. Mendoj që kena mujt ma mirë me lujt, po prapë ka qenë një eksperiencë shumë e mirë që e kena bo. Edhe kena po vetëm pak a shumë ku jena me kampionat e shteteve tjera, domethënë nuk jena edhe shumë larg, po janë disa gjëra të vogla që ndikun në këto 3 humbjet. Loja parë ka qenë shumë e vështirë, se ka qenë me rregulla të reja, topi ka qenë ndryshe, kena luajtur me top më të vogël, domethënë. E aty kena luajtur shumë dobët, 2 lojë tjera me ne që jena kundër barabartë me kundërshtarët, po s'kena pas edhe fat në fund. Kështu që i hopëm 3 lojët, po mendoj që nuk ka arsye për dëshpërim, veç për me ecë përpara. Ashtu siç e thamë edhe në fillim të kësaj kronike, në këtë garë përveç Kosovës u paraqit edhe ekipi që përfaqësoi Shqipërinë.
Madje ekipi nga Shqipëria ishte ekipi i vetëm që është paraqitur në të trija edicionet e deri tanishme të Bukureshti Challenger. Mirë po ashtu si Kosova, edhe Shqipëria pse humbi në të trija duelet e grupit dhe u eliminua që në këtë fazë. Në takimin e parë, Shqipëria u mposht nga reprezentacioni vendas, ai i Rumunisë. Kurse më pas, humbi edhe nga ekipët që përfaqësuan Kroacinë dhe Serbinë. Përkundër humbjeve, lojtarët e Shqipërisë thanë se kanë dhënë maksimumin e tyre dhe duhet të pajtohen me epilogun përfundimtar, edhe pse kishin ardhur me ambicie tërësisht tjera. Kishim pretendime tjera për me kalu grupin, por shansioni keq sepse qëllej grupi më i vështirë. Ishte me ekipin e Polonisë që i na nesh edhe në Prag, ku për gjysmë finale, aty ku xumë vendin e katërt. Kishim edhe ekipe tjera si ishte Kroacia edhe Serbia, shumë ekipe të forta që kanë vite, domethënë që losin në streetball edhe u mundu me lutë sa më mirë, po janë ekipe më të mira se ne. Janë ekipe më të mira. Me thënë drejtën, po përshtu faktin që ne ishim vetëm 3 lojtarë, edhe kjo me tamam që është një dezavantazh, por të paktën luftuam deri në fund edhe treguam edhe ne ata vlerat tona. Mendoj që vitin tjetër kena me kanë një fije më të fortë, me studiu lojën një fije më shumë sa këtë vjet, tu pas parasysh edhe eksperiencën që kena marrë tash 3 vjet që vim në Bukureshti, në organizimi i tij është shumë i mirë. Këta mendojnë që me ballë turnin botëror këtu edhe numër që vinë ekipe me cilëtite të mira. Përveç garave të streetballit në kuadër të turneut Bukureshti Challenger, u organizuan edhe konferenca të përbashkëta të 16 ekipeve pjesëmarrëse, pjesë të cilave ishin edhe zyrtarët e FIBA-s përgjegjës për basketbollin 3x3. Dhe në këto konferenca, ndër të tjera u diskutua për ndryshimin e avancimin eventual të rregullave të streetballit dhe për çështje tjera të rëndësishme për lojën dhe organizimin e turneve të streetballit.